Faleminderit. Më lejoni t'ju falenderoj nga zemra për përkrajen që ma keni dhënë mua dhe ekipës time të mrekullueshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës për Prishtinën. Sot u vërtetua se projektet e mëdha dhe programi ynë për transformimin e Prishtinës kanë marrë jo vetëm mbështetje, por edhe legitimitetin e plot për 4 vitet që vinë. Kemi fillu besimin tuaj për punën e ndershme, për përkushtimin e palodhur dhe për vizionin që kemi ndërtu bashk gjatë tyre 4 viteve, plot sfida, blokada dhe pengesa, por edhe me shumë dashni, vullnet e punë të mëdha. Sot, qytetarët e Prishtinës dhanë një mesazh të fortë e të qartë. Ne duam zhvillim, vizion dhe transformim në një qytet metropolitan. E gjithë e dim që Prishtina është zemra e Kosovës. Është motori i zhvillimit në çdo fushë dhe si e tillë duhet të jetë edhe frymëzimi dhe fokusi i secilës qeverisje qendrore. Le të reflektojmë e bashkëpunojmë jo për të kaluarën, por për të ardhmen e fëmijëve tonë. Për një kryeqytet që rritet me dinjitet, me dashuri dhe me një vizion të qartë. Prishtina po transformohet dhe askush nuk mund ta ndalë. Me entuziazëm e përkushtim dhe dashni do të vazhdojmë të dëshmojmë se rruga jonë për një Prishtinë transformuese është rruga e vetme e mirë për të gjithë qytetarët tonë. Ju falenderoj nga zemra dhe njëherë për besimin tuaj, për dashurinë tuaj dhe për mbështetjen e palëkundur. Faleminderit edhe njëherë për të gjithë qytetarët e Prishtinës që besuan në mua dhe në ekipën e mrekullueshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju dua, faleminderit shumë. Faleminderit. 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 Ne jemi të gatshëm sonte të bëjmë fest, nesër të vazhdojmë punën për fitoret që na presin në 9 komuna tjera ku jemi në garë. Sonte ju lus na kurseni prej temave qendrore dhe për shkak të angazhimit e mundit madh të njerëzve tonë, na lejoni që të shijojmë dhe këtë moment se s'na vjen shpesh. 8 muaj më parë në këtë dhomë kisha shpallur rezultatet, kisha pranuar dhe humbjen. Politika është e tillë, 8 muaj më pas, po në këtë sallë, para jush, me krenari, e shpall Lile dhe kanë fituesit të zgjedhjeve lokale. E para e punës do doja e do donim të fitonim gjitha komunat, por ishte e pamundur, dhe këja 4 vite më parë kishte fituar rand të parë vetëm 2 komuna, tani jemi në 3, në pritje të 4-tës dhe të 5-tës. Në përgjithësi kishte 8 komuna, tani jemi në garë në 12 sosh, pra jemi të lumtur që sërish në zgjedhje lokale kemi rezultate të mira, jam i bindur prej matjeve që i kemi, ndonse vota do të pritur numërohen që dhe për kuvende komunale do të jemi parti e parë. Trendi i Prishtinës është tregues i qartë, dhe njerë pas 12 viteve do të këja kthehet si parti e parë Prishtinë, kjo është transformuese shumë. Sa i përket koalicioneve, besoj që përparimi e ka të qartë, ne kemi qartë se koalicionin e vetëm e bëjmë me qytetarët e Prishtinës. Edhe në komuna tjera natyrisht do të provojmë që të jemi të gjithëve. Gara nis sërish, nis nesër, deri më datë 9 nëntor, do të bëjmë përpjekje që të bëjmë fushat prapë të dinjitetshme të marrë në birë. Sa i përket të dhënave, këqëzoja shumë brapa prej dhënave që i kemi ne. Prandaj ato që i prezantuam janë të dhënat të komisionerëve dhe vëzhguesve që raportojnë shumë herët në parti politike. Merrni si të tilla me kredibilitetin tim dhe të LDK-s, siç ka ndodhur dhe herën e kaluar kur kemi shpall humbjen dhe tani kur e shpallim fitoren. Ne duhet të shikojmë të ardhmen, mos të fokusohemi në të kaluarën, pra çdo kush që reflekton, edhe e din që e mira është fokusi ynë i përbashkët në zhvillimin e kryeqytetit, pra kushdo që bëhet pjesë e vizionit ton, i cili është tashmë fitues në kryeqytet, jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me secilin, po them që i bashkohet vizionit ton për transformimin e mirëfillt për të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Faleminderit. Tani më zotërinjë është faktike që zgjedhjet lokale japin rezultate të mira, më pas ato po përcjellen me rezultate më të mira nacionale.
Pra në qoftë se herën e kaluar e kishim 110.000 vota në zgjedhje nacionale, në zgjedhje lokale kishim arritur të bënim 170.000. Edhe më pas në zgjedhje nacionale këtu të fundit arritëm të bëjmë 171.000. Tani të shohim sa vota kemi në këto palë zgjedhje për asamble për të kuptuar qartë trendin tonë, por që Prishtina, qendra ka dhënë mbështetje për LDK-n pas 12 viteve, është shaj jashtëzakonshme cilës i gëzohemi gjithë dhe është shaj e mirë e forcimit vërtet të LDK-s dhe për garë nacionale. Kur do të qofshin ato zgjedhje, por edhe njëherë sonte na lejoni të shijojmë këtë punë sepse ka qenë një ditë e gjatë dhe ende jemi në numërim e sipër të votave, po i presim dhënat përfundimtare, ftojmë çdo komisioner të vëzhgues të qëndrojë atje, truaj votat edhe ku LDK-ja s'është ngarë, sepse është shërbim edhe ndaj kandidatëve të tjerë, ta ruajmë integritetin e procesit demokratik dhe të festojmë me dignitet gjithandej duke respektuar dhe kundërshtarët tonë, është garë elektorale, pra është garë elektorale, kundërshtarët tonë nuk janë hajvan, kundërshtarët tonë janë njerëz të denjë, profesionistë, të mbarë, edhe ata dojnë të mirën e qyteteve tyre dhe ne bëjmë garë fer brenda rregullave demokratike. Pra, le të festojmë me dignitet. Ju falenderoj shumë gjithëve.